Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i konsideron zgjedhjet e 11 majit si fars, duke theksuar se nuk i njeh ato, por i pyetur nëse do të jetë në parlament me 50 mandatet e marra, Kryedemokrati tha se këtë do ta vendosin forumet e partisë. Ai tha se do të votojnë vetëm ligjet e integrimit. Gjitha do vendosen nga forumet, por unë në modelin ose në presupozimin e pjesëmarrjes në parlament, votimit, deklarova që ne votojmë dhe do votojmë vetëm ato ligje që kanë të bëjnë me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky ka qenë. Unë nuk thash se a do marrim apo s'do marrim, por unë thash në rast se ne marrim, ne do votojmë vetëm këto. Se ato nuk e vendosin, ato vendosin forumet, do ketë diskutim forume, do ketë, këto janë zgjedhjet. Këto janë fars, nuk janë zgjedhje. Këto janë fars elektorale. Janë fars elektorale ndërkombëtarisht e damkosur si e tillë para se të zhvillohen. E faktuar totalisht nga vëzhguesit ndërkombëtar në raportet e tyre paraprak. Berisha u shpreh i vendosur se do të luftojnë vetëm për qeveri teknike, për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Normalisht vetëm zgjedhje të parakohshme, pa diskutim. Dhe si mund të realizohet? Si mund të realizohet? Qeveri teknike me një agjendë të përcaktuar, problemet që lidhen direkt me integrimin dhe zgjedhjet e lira të ndershme. Kjo është kërkesa jonë për cilën do të luftojmë me të gjithë mbështetësit tanë dhe të gjithë miqtë tanë në Europë dhe në botë. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Pyetja e parë, Zoti Berisha, në zgjedhjet e 11 majit, rreth 200.000 vota shkuan tek partitë e reja. Pra, duke mos preferuar as Partinë Socialiste as Partinë Demokratike. A janë këto vota 200.000 vota fars? Urdhë? A janë 200.000 vota që i shkuan partive të reja fars? Më fali minutë. Kur thu zgjedhjet fars, ti nuk e thanë se çdo votë është fars. Jo, kur thu zgjedhjet fars, zoti Stafa, thuhet që ky regjim ka përdorur ose ka zbatuar farsën elektorale në vend të zgjedhjeve demokratike. Dhe që ky regjim ka përdor ka aplikuar farsë elektorale, nuk është se e them unë këtë gjë. Ish kryeministri dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se misioni i tij politik do të përfundojë atëherë kur shqiptarët të votojnë të lirshëm. Berisha deklaroi se nuk e konsideron veten një politikan të zakonshëm, por një misionar në shërbim të votës së lirë të shqiptarëve. Duke i referuar zgjedhjeve të 11 majit, të cilat i ka cilësuar dhe vazhdon t'i cilësoj si farsë elektorale, Berisha paralajmëroi se betejë e madhe nis pas kësaj farse. Misioni im mbaron atë ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Kjo është një betejë që mbyllet me sukses ditën kur shqiptarët të votojnë të lirë. Por me këtë narkoshtet, shqiptarët kur pa ushtruar për ti nuk do mund të votojnë të lirë. Dhe në fakt, betejë e madhe, lufta e madhe fillon pas këtyre zgjedhjeve. Pas kësaj farse, pas kësaj farse, nuk duhet të flasim për zgjedhje më, duhet të flasim për farsë elektorale.